Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sikur të pranohej pretendimi i çdo njerit, shumë njerëz do të pretendonin pasuritë dhe gjaqet e huaja. Mirë po pala pretenduese duhet të sjellë dëshmi, provë, argument, ndërsa pala mohuese, pala e akuzuar, duhet të betohet. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mesimet dhe mesazhet e këtij hadithi të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se në shariatin islam, në ligjin islam, nuk gjykohet me hipoteza dhe hamendësime, pa prova dhe pa argumentime. Qëllimi i ligjeve islame është vendosja e drejtësisë dhe largimi i zullumit, largimi i padrejtësive. Në islam kemi 5 çështje të shenjta dhe të shtrejta që duhet mbrojtur dhe nuk guxon kush që t'i cënoj ata. Feja, jeta, mendja, nderi dhe pasuria. Në hadithin ton jepet e qartë formula e zgjidhjes së mosmarrveshjeve për shkak të pretendimeve. Pala pretenduese ose pala akuzuese është e dobët, sepse kërkesa saj bie në kundërshtim me aparencën e gjërave. Prandaj i kërkohet një provë e fortë dhe dëshmi e qartë. Kjo provë mund të jetë 4 dëshmitar burra, ose 2 dëshmitar burra, ose një burr me 2 gra, ose një burr me betimin e tij. Në disa çështje kushtëzohet dëshmia e burrave, ndërsa në disa çështje tjera të veçanta për femra pranohet dhe janë të mjaftueshme edhe dëshmitë e grave. Kushtëzohet që dëshmitarët të jenë të drejtë dhe të besueshëm. Provë mund të jetë gjithashtu çdo e dhënë apo çdo argument bindes për të faktuar pretendimin. Në Kur'anin famlart, në surën El-Bekare, ajeti 282, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: thirrni 2 dëshmitar prej njerëzve tuaj, e nëse nuk gjeni 2 dëshmitar burra, atëherë thirrni për dëshmitar një burr dhe 2 gra, nga ata që ju i quani të përshtatshëm, të besueshëm, në mënyrë që nëse njëra grua harron, t'ja kujtoj tjetra. Në një fragment tjetër kuranor, nga surja Yusuf, ajeti 24, 25, 26, 27 dhe 28 të surës Yusuf, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon një fragment nga jeta e Hazreti Yusufit në shtëpinë e vezirit. Thot Allahu azza wa jall: ajo, gruaja e vezirit, e dëshiroi Jusufin, por edhe Jusufi do ta kishte dëshiruar atë sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vet. Kështu, thot Allahu azza wa jall, kështu e larguam Jusufin nga e keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse ai në të vërtet ishte nga robërit tanë të sinqert, të përzgjedhur. Që të dy, gruaja e vezirit dhe Jusufi, që të dy vrapuan nga dera dhe ajo i ashqeu këmishen atij, Jusufit, nga prapa. Tek dera, ata hasën burrin e saj, vezirin. Ajo tha, gruaja tha: çfarë dënimi meriton ai që kërkon t'i bëj keq gruas sate? Përveç burgosjes apo dënimit të dhëmshëm? Pra e fajsoi Jusufin me të padrejtë. Jusufi tha: ajo përvoi të më joshte.
një i afërt i saj që u gjend aty, pohoi: "Nëse këmisha e Jusufit është shqyer përpara, atëhera ajo thot të vërtetën, kurse Jusufi gënjen, Jusufi është zullumçari. Por nëse këmisha e tij është shqyer prapa, atëherë ajo gënjen, ajo është zullumçarja, ndërsa Jusufi thot të vërtetën. Kur burri i saj, pas se këmisha e Jusufit ishte e shqyer nga mbrapa, tha: "Patjetër që kjo është një nga dredhit e juaja të femrave. Në të vërtetë dredhit tuaja janë të mëdha." Pra në këtë fragment kuranor, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka marrë në konsiderat edhe dëshmin ose shenjen e shkyerjes së rrobës për pa dhe për të kuptu se kush është cënuesi dhe kush është i cënuari. Ndërsa profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij tregon dhe thot se ishin dy gra dhe që të dyja kishin nga një fëmijë. Erdhi një ujk dhe mori fëmijën e njërës prej këtyre dy grave. Njëra i tha shoqes së saj: "Ujku ka marrë djalin tënd." Ndërsa tjetra ju përgjigj: "Jo, përkundrazi ka marrë djalin tënd." Kështu që ato të dyja shkuan tek Hazreti Davudi alayhis salam për të vendosur mes tyre, dhe Hazreti Davudi gjykoi që fëmia i mbetur t'i jepet gruas më të madhe. Pastaj të dyja shkuan tek Hazreti Sulejmani alayhis salam, i biri i Davudit alayhima assalam, dhe i paraqiten atij ndodhin. Hazreti Sulejmani tha: "Më sjellni një thik që t'u andaj fëmijën për gjysmë të dyjave." Gruaja më e re tha: "Mos e bëj kështu, të mëshiroft Allahu, ai është fëmia i saj, i gruas së madhe." Kështu që Sulejmani gjykoi se fëmia i mbetur t'i jepet gruas së re. Nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në tregimin e Hazreti Sulejmanit dhe Hazreti Davudit, kuptojmë se Sulejmani nuk kishte ndërmend ta vriste fëmin dhe ta ndante fëmin për gjysmë. Veprimi i Sulejmanit ose fjala e Sulejmanit ishte një provë për të parë reagimin e nënave. Nëna e vërtet tregoi dashuri të sinqertë duke e sakrifikuar të drejtën e saj për jetën e fëmijës. Nëna e vërtet preferoi ta humbiste fëmijën se sa ta shifte të vdekur. Pra gjykatësi nuk duhet të jetë vetëm i drejtë, por edhe i mençur dhe kreativ në zbulimin e provave dëshmuese. Pala mohuese niset nga një pozitë më e fortë, sepse pamja e jashtme e mbështet qëndrimin e saj. Prandaj kërkohet një provë më e lehtë, dhe kjo provë më e lehtë është betimin Allahun subhanahu wa ta'ala. Mirë po, a nuk është e mundur që dikush të betohet në Allahun azza wa jall duke gënjur? Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se kushdo që gënjen në betimin e tij për të përfituar një gjë që nuk i takon, ai person meriton zemrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ibn Abi Mulejke radiyallahu anhu tregon dhe thot: dy gra që po qepnin në një shtëpi u zun njëra me tjetrën. Njëra prej tyre doli jashtë me një fëndyell të ngulur në dorën e saj. Për këtë, ajo akuzoi gruan tjetër. Çështja ju paraqit Ibn Abbasit radiyallahu anhuma për të gjykuar mosmarrveshjen e këtyre dy grave. Abdullah ibn Abbasi radiyallahu anhuma tha se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në qoftë se çdo kujt do t'i jepej ajo çfarë pretendon, pa u provuar akuza, atëherë do të kishte humbur jeta dhe pasuria e njerëzve. Thot Abdullah ibn Abbasi: kujtojani asaj gruaje të pandehurës, kujtojani Allahun
dhe lexojani, këndojani këtë ajet kuranor, ku Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot në surën Alu Imran, ajeti 77. Thot Allahu azza wa jall: vërtet ata që e shkëmbejnë premtimin dhe bentimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël, pra ata që betohen për të mashtruar, nuk do të kenë asnjë të mirë në jetën e ardhshme. E dyta, Allahu nuk do të flas atyre. E treta, Allahu nuk do t'i shikojë në ditën e Kiametit. E katërta, dhe as nuk do t'i pastrojë prej gjunaheve. Dhe e fundit, dhe për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Njerëzit ja kujtuan asaj gruas këtë ajet kuranor dhe ajo e pranoi. Fajin. Pastaj Ibn Abbasi radiallahu anhuma tha se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: duhet të betohet i pandehuri, pra i akuzuari, në mungesë të provave kundër tij. Në një fragment tjetër nga jeta profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tregohet se Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka përcjellur se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo që bën betim të rrem për t'i marrë apo për t'i cënuar pasurinë muslimanit, do të atakojë Allahun azza wa jall dhe ai do të jetë i zemëruar me të. Kështu që Allahu azza wa jall zbriti ajetin kuranor të surës Alu Imran, ajeti 77. Ndërkohë që po tregohej ky hadith, vjen në mesin e sahabëve një person i quajtur Ash'ath ibn Qais dhe thot: për çfarë po ju fliste, Ebu Abdurrahmani? Pra, për çfarë po ju fliste, Abdullah ibn Mesudi? Ky varg ka zbritur për mu. Ash'ath ibn Qais thot: ky varg ka zbritur për mu. Unë kam pasur një mosmarrveshje për një pus në token e një kushëririt tim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më kërkoi që unë të sjellja dëshmitar për të vërtetuar pretendimin tim. Unë i thash se nuk kisha dëshmitar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më tha: le të betohet i padituri, i akuzuari prej tejet. Atëherë unë i thash: o i dërguari i Allahut, ai mund të betohet me njëherë me rren, duke rrejt, duke gënjy. Pastaj profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ma tha këtë fjalë se ai person i cili betohet rrejshëm për të cënuar pasurinë e dikujt, ai do të meritoj zemrimin e Allahut azza wa jall, dhe Allahu azza wa jall zbriti ajetin kuranor për të vërtetuar dhe për të mbështetur fjalën e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra zbriti ajetin kuranor të surës Alu Imran, ajeti 77, për të vërtetuar faktin se çdo kush i cili betohet rrejshëm për të cënuar pasurinë e muslimanit, do të atakojë Allahun azza wa jall dhe ai do të jetë i zemëruar me të. Por mendoni, zemrimi i Allahut subhanahu wa ta'ala nëse në këtë dynja qëllimi i besimtarit musliman është që të fitojë dashurinë e Allahut dhe të ruhet apo të shpëtojë nga zemërimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, ajo çfarë e cënon këtë synim të besimtarit musliman pikërisht është mashtrimi ose betimi rrejshëm për të shkaktuar dëm ose për të marrë një pasuri e cila nuk na takon. Ne e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala të na bëjë për atyre besimtarëve musliman të cilët janë të ndjeshëm ndaj pasurisë së huaj dhe nuk e përdorin emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala si mjet justifikim për të justifikuar ose për të legjitimuar zullumet e tyre. Duke shpresuar që të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.